Ju keni kontakte për shkak të profesionit tuaj me shumë njerëz. Sa e keni të pranishme atë këshillën me ta për të pasur durim? Sa e pranishme është kjo frazë, kjo këshillë? Në recetat që jepni, recetat gojore, më të tepër sigurisht. Po. Fillimisht personat që drejtohen për të marrë psikoterapi, që është formë e veçantë e zhvilluar mbi bazat e shkencës e evidentume, për të ndryshuar veten. Ata persona që drejtohen të na janë persona të cilët me veti e bin një problem, e cilët me veti e bin një çështje e cila po i mundon ata, ose përveç se po i mundon ka filluar dhe me ndryshu ata. Përveç se ne ka filluar me ndryshu, ndoshta edhe ka ndryshu deri në pikën se ata më nuk ndihen të aftë për të jetu vetë me forcat e veta për ta komandu jetën e vetë. Edhe kur të vinë të na, kryesisht vinë të nevojshëm për dikën, me nevojë me mbështet me dikën. Dhe këtu nuk vjen këshilla për durim si këshillë që servohet drejt për drejt. Mirë po, psikologu, veçanërisht psikoterapisti, punon për ngritjen e të gjitha kapaciteteve, për ngritjen e vetbesimit tina fillimisht, vetvlerësimit, koncepteve për veten, koncepteve për botën. Dhe brenda këtyre është dhe durimi pastaj. Ne e shtym atë që ta rishikoj veten në të gjitha dimensionet, dhe kur ai rikonstruktohet, atëherë durimi vjen si një dhuratë. Vjen si një dhuratë e mirë, e vetvetishëm, i cili ka me ndihmu në jetë që me i menaxhu nevojat e veta bazike, në atë mënyrë që e ardhmja ati të jetë e konstruktume, sepse shpesh nevojat bazike kanë synim që të realizohen aty për aty. Ato janë të pavetdijshme, ato duhet me realizu me njëherë, duhet me arrit qëllimin me njëherë. Kur ti shen diçka të këndshme, do me shku me njëherë drejt saj. Për pasojat që mund sjellin rrethonat e tjera, janë jashtëzakonisht më të mëdha se kënaqësia momentale. Dhe në këtë kuptim ai mësohet. Dhe personi që e ngrit veten gjitha kapacitetet mësohet se durimi është qelës për të prit suksesin i cili vjen më tutje edhe është i pranueshëm për veten, për botën edhe për Zotin. Pra, me që jeni doktor dhe ndërtojmë një organizëm njerëzor duke u bazuar në disa virtyte. Çfarë është durimi, me fjalë? Është, po themi, është zemër, është mushkëri, është ky organ, apo si mund sa jon për momentin një rëndësi të durimit duke ju qasur organizmit njerëzor, ku themi zemra është ndër organet më. Unë mendoj se nëse i qasim kështu, durimi kish me qenë një pjesë vitale e trurit. Nëse durimi është jashtëzakonisht i vetëdijshëm. Njeriu për të duru shpesh herë fut veten në ngushtime edhe i duhet me u vetë përmbajt edhe kështu që është i vetëdijshëm. Zemra është një organizëm autonom i cili punon pa vetdijen tonë, kështu që unë e kisha kategorizuar një pjesë vitale të trunit dhe jashtëzakonisht të rëndësishme.